Pasi njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, Mariana Koçeku ka vijuar me reagimet. Në një postim në rrjetet sociale, deputetja e Shkodrës pretendon se ajo dhe familja e saj janë kërcënuar nga grupi i Bajrave. Në një postim në Facebook, Koçeku shprehet: "Ky mesazh i drejtohet Bajrave të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket qofte dhe një qime floku, unë s'kam me lan pa ju shkatrue, sa të kemi jetën." Lidhur me këtë çështje ka patur reagim edhe në Komisionin për Punët e Jashtme. Ishte deputetja demokrate Albana Vokshi, e cila u shpreh se qytetarët nuk kanë siguri, teksa këto problematika mund të prekin dhe procesin e integrimit. Është një shqetësim që shkon përtej përkatësive politike dhe prek edhe vetë themelet e shtetit të së drejtës, por prek edhe rrugën e Shqipërisë në integrimin evropian. Përgjigjen e mori nga kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani, i cili u shpreh se kushdo që ndihet i kërcënuar duhet i drejtohet policisë. Padyshim që kushdo që ndihet i kërcënuar, kushdo që ka minimumin e indicje, duhet i drejtohet organeve, duhet i drejtohet policisë shtetit menjëherë nëse ka qoftë dhe një kërcënim të çfarëdo lloji përmase. Se kush zgjedh Instagramin për të bërë deklarata, kjo nuk është puna ime fare. Më herët erdhi dhe reagimi i policisë së Shkodrës, të cilët u shprehen se nuk ka ardhur një denoncim nga deputetja, ndërsa avokati i Bajrave u shpreh se Koçeku ka ngritur pretendime të pabaza.